Emilio Butragueño, drejtori i klubit Real Madridit, personi i dytë më i rëndësishëm, ikonë e klubit, ish futbollist. Edhe me ta kena mësu shumë, çdo javë kena pas takime me Emilio Butragueñon. Më ka me punu pak ma shumë me to, për shkak të disa punëve që i kom pas brenda klubit, që është dashur me i zhvillu me një projekt që nuk e di a ka me u bo në vitin tjetër, ka me fillu vitin tjetër me u implementu projekti. Edhe është një profesionist që për e njef ke Kosovën këgja mirë. Butragueño? Butragueño për di ke këgja mirë Kosovën, më ka që ditë na jem. Ka? Vëri thash ka. A din që më boni për shtypje? Se gjatë bashkëbisedimit i tregojsha që na kena shumë talenta. Unë më isha pak një ashtin qef. Pse jo vedat Murishin me prun Rallo, vlla. Unë t'ju jep golla Rallo t'bile bleje, mos me t'jep mo golla. Edhe tha, Kosova tha shumë e mirë, ta veç ka nevojë për infrastrukturë ma shumë. Thash, ka pëndin. Po, njeri që lexon non-stop, Emilio Butragueño, e njeh shkoqa shumë tregun e sportit, edhe mendoj që u konë një për njerëzve kryesor që më ka motivu në atë aspektin të e pa çka ashtu ditit dhe çka ashtu bo dhe këshillat e tij që na jep gjatë gjithë kohës, si për sportin, si për ide tjera, jena konë shumë të lirë me fol me to, hej, e kom një ide që çka po menon ti me bu, u konë shumë chill me fol me to, u konë shumë, ma e mira e ketë kësaj u konë shumë i thjesht.